أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. Falënderimet, lavdërimet, lartësimet i takojnë vetëm atij Allahut fuqiplot. Atë falënderojmë, lavdërojmë, lartësojmë për çdo begati dhe mirësitë të cilat e Allahu krijuesi i gjithësisë na i ka dhënë. Dërgojmë salamat dhe salavatë mbi pejgamberin sallallahu rabbi wassalamuhu alayhi, mbi familjen e tij të ndershëm dhe mbi të gjitha ato të cilët e pasojnë ndjekën rrugën e tij deri në ditën e llogarisë. Të ndershëm vëllezër dhe motra, ne Allahun fuqiplot e falenderojmë për begati dhe mirësitë të shumta. Posaçërisht për begatin e muajit të bekuar të Ramazanit, begatin që Allahu fuqiplot na mundësoi që ne ta përcjellim dhe ditëshin e parë dhe pjesën e parë të këtij muaji të bekuar të Ramazanit. Kemi hyrë në gjysmën e muajit të bekuar të Ramazanit tjetër, ku vazhdojmë gara për të mirë, vazhdojmë gara që të arrijmë kënaqësinë dhe dashurinë e Allahut fuqiplot, ku vazhdojmë që ne të synojmë qëllimin më të madh, dashurinë dhe kënaqësinë e Allahut, sunduesit të gjithësisë. Të ndershëm vëllezër dhe motra, ne sonte do të flasim për një temë shumë të rëndësishme, temë e cila me do e mos e përshkron Kur'anin dhe na mundëson që ne ta shohim sa më tepër këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Allahu fuqiplot, kemi thënë dhe kanë thënë para nesh se Allahu sunduesi i gjithësisë, kur vendosi që ta shpall Kur'anin famlart, kur vendosi se kujt do t'i shpallet Kur'ani dhe kur Allahu fuqiplot e bëri muajin më të dalluar të vitit për arsye se në atë muaj filloi shpallja e Kur'anit. Allahu fuqiplot kur e vendosi shpalljen, atëherë Allahu e bëri njeriu më të dalluar të gjithë njerëzimit. Allahu kur e vendosi që të shpallet në një natë, e natë u bë nata më e dalluar se 1000 muaj. Por ne duhet ta kuptojmë Kur'anin, librin e Allahut fuqiplot, kelamullah, ndryshe. Duhet ta kuptojmë si një shërim të shpirtrave dhe zemrave tonë. Duhet ta kuptojmë si një udhëzim, duhet ta kuptojmë si një qetësi dhe rahati. Allahu fuqiplot, krijuesi i gjithësisë, sunduesi të gjitha botrave, edhe Kur'anin shërim për gjokset. Dietarët na kanë treguar dhe thënë se shërim nga dyshimet, hipokrizia, frika, zilia, etj. Dhe me do e mos Kur'ani na mundëson dhe na ndihmon që ne të arrijmë atë qëllimin e Ramazanit, që ne të arrijmë ndryshimin, përmirësimin e gjendjes tonë. Allahu fuqiplot na tregon se me Kur'an vjen qetësimi i zemrave. Allahu në një nga ajetet e shumta duke e përshkruar Kur'anin famlart, kelamullah, fjalën e Allahut thot: "Alladhina amanu", ato që besojnë, o ju që besuat. Allahu i drejtohet ku i besimtarëve, duke thënë se çka? Alladhina amanu tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Qetësohen zemrat me përmendjen e Allahut fuqiplot. Komentuesit e këtij ajetit po thonë se Allahu e ka fjalën për Kur'anin famlart dhe e ka fjalën për përmendjen e Allahut. Një nga emrat e Kur'anit është adh-dhikr, që do të thotë përmendja e Allahut. Dietarët na tregojnë dhe thonë se a ka përmendje më të madhe, më të lartë, më të mirë, më të dashur, më të dobishme tek Allahu fuqiplot se sa fjala e tij, kelamullahi azza wa jalla. Dhe duhet ta kemi parasysh se Allahu po na tregon dhe thot: kur ne e lexojmë këtë Kur'an, kur ne e lexojmë këtë libër, kur ne e lexojmë fjalën e Allahut fuqiplot, kur ne shoqërohemi me të, kur ne meditojmë rreth mesazheve të tij dhe rreth tij, atëherë ne arrijmë ala bi dhikrillahi tatma'innu qulub. Me të vërtetë Allahu po na vërteton në vazhdim të ajetit duke thot: në të vërtetë qetësohen zemrat me përmendjen e Allahut fuqiplot. Me të vërtetë qetësohen zemrat me shoqërimin me Kur'anin, meditimin rreth tij. Subhanallah, Kur'ani erdhi për të ngritur vlerat morale.
Kurani erdhi për ta ngritur njeriun, për ta dhënë vlerën e tij. Subhanallah, Allahu fuqiplot na përshkruan Kur'anin në një ajet madhështor, ku dietarët po thonë se vetëm ky ajet po tu shpallte si përshkrimi i Kur'anit do të ishte i bollshëm. Ai është ajeti ku Allahu fuqiplot po thotë: "Law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabalin", po ta zbritnim ne këtë Kur'an mbi male apo në një mal, çka do të ndodhet? لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. Po do ta shihni çka? Frik respektin, frik dashurin për çka? Për fjalën e Allahut fuqiplot. Çka do të ndodhte? Do të ndodhte se malet nga rëndësia, vlera, madhështia, begatia e Kur'anit do të ndante në copa. Por Allahu fuqiplot çka thot? Nadribu amthal, ne po i japim çka? Shembuj, mesazhe për çka? Në përfundim të ajetit thot Allahu fuqiplot, liyatafakkarun, për të menduar, për të medituar rreth mesazheve të Kur'anit famlar. Allahu fuqiplot nuk e dha Kur'anin nga koti dhe nuk e dha Kur'anin që të jetë në raftet tona dhe të mbushet me pluhur. Jo, Allahu fuqiplot e dha Kur'anin që Kur'ani të jetë liber me të cilën ne do të shoqërohemi, do të meditojmë. Subhanallah, Allahu fuqiplot na dha Kur'anin që Kur'ani të jetë dëshmues për ne në ditën e llogarisë. Për ne, jo argument kundra nesh. Do ta kemi parasysh këtë mirë. Kur'ani të ndershëm vëllezër dhe motra, kur ne paramendojmë se Allahu fuqiplot e dha mu dhe ty Kur'anin, një nga begatit më të mëdha, hedijen, dhuratën më të mirë, më të dashur për njeriun më do e mos është Kur'ani famlar, fjala e Allahut suprem. Duhet ta kemi parasysh mirë se Kur'ani është plot mesazhe. Kur'ani është ai ku Allahu fuqiplot po na tregon dhe thotë: kush e përshkruan më mirë Kur'anin se sa ai i cili e ka shpallur, Allahu thot: Elif Lam Mim, dhalikal kitabu la rayba fi. Kjo është libër në të cilën nuk ka kurrë dyshimi. Libër i cili është shpallur para 1400 dhe diçka viteve dhe nuk ka ndryshuar dhe nuk do të ndryshojë deri në ditën ku do të merret ekzistimi i njerëzit. Të ndershëm vëllezër dhe motra, Allahu fuqiplot në vazhdim po thot: Huden linnas, është çka? Udhëzim për njerëzit. Huden lil muttaqin, është udhëzim për të devotshmit. Qëllimi ynë të ndershëm vëllezër dhe motra është, qëllimi i këtij Ramazanit është që ne të arrim gradën më të lartë. Ajo është grada la'allakum tattaqun, që të jeni nga të devotshmit, të keni frikë respekt dhe frikë dashurin ndaj Allahut fuqiplot. Të ndershëm vëllezër dhe motra, duhemi të kemi parasysh se subhanallah, gjendja jonë nuk do të përmirësohet në qoftë se Kur'ani do të mbetet në raftet tona. Gjendja jonë nuk do të përmirësohet në qoftë se Kur'ani mbushet plot dhe përplot me pluhur. Kur'ani don që ne të shoqërohemi në lexim me të shoqërohemi rreth mesazheve të tija, të mendojmë dhe meditojmë dhe ne të punojmë sipas Kur'anit. Shtrohet pyetja së pari vetes dhe njëri tjetrit: a do të kishte një shoqëri të padrejtë në qoftë se në të do të ishte Kur'ani aktual, në qoftë se në atë shoqëri do të lexohet Kur'ani dhe punon sipas Kur'anit? Jo, do të ngritet drejtësia. Të ndershëm vëllezër dhe motra, Allahu fuqiplot e dha Kur'anin që neve të na udhëzoj. Subhanallah, paramendoni ku ne e krijojmë diçka, e prodhojmë diçka, me njëherë për atë e prodhojmë dhe udhëzuesin e saj. Dhe Allahu fuqiplot kur e krijoi njeriun, ja shpalli udhëzuesin, ai është Kur'ani. Dhe Kur'ani nuk është udhëzues për një gjë, por Kur'ani është udhëzues për çdo gjë. Të ndershëm vëllezër dhe motra, dhe ai është adresa më e mirë, më e dashur, më e dobishme për ne. Ne lutim Allahun fuqiplot që shoku ynë, miku ynë të jetë më i miri Kur'ani. Lutim Allahun fuqiplot që koha jon
të shoqërohet sa më tepër, të kalojnë sa më tepër në shoqëri me Kur'anin, fjalën e Allahut fuqiplot. Lutim atë Allahun sundosin e gjithësisë që të jeti i kënaqur me ne. Lutim Allahun fuqiplot që siç na ka bashkuar në këtë shtëpi të tij të na bashkojë në gradë më të larta të xhennetit Firdaus. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.